Po, protesta do të mbahet të premten prej orës 13, fillon te ndërtesa e Kecit dhe vazhdon deri te qeveria. Sa i përket përkrahjes, për secilin qytetare është shumë e rëndësishme që faturat e rrymës mos me u rrit, kështu që kushdo që e sheh të arsyeshme edhe esenciale mosrritjen e faturave të rrymës edhe çmimit të rrymës, i dashur me u bashku në protestë. Për ne është shumë e rëndësishme që mos me u ndal si qytetare dhe qytetare me kërku që mos me u marrë vendimi për shtrejtim të rrymës, për shkak se kjo automatikisht ndikon në cilësinë e jetës edhe kostin e jetës që ka me u rrit nëse rritet 20% faturat e rrymës. Kjo protestë ka me qenë si nisje e aksioneve të tjera deri në realizim të kërkesave tona edhe pezullim të vendimit. Protesta është për të gjithë qytetarët edhe qytetarët, edhe secili ka të drejtën me protestu në mënyrën që është të arsyeshme dhe të nevojshme. Protesta është organizuar prej një grupi të aktivistave e aktivistëve të shoqënisë civile, nuk është protestë partijake, kështu që nuk presim e as nuk bashkëpunojmë me aktorë të partive politike. Të e pa reagimin qytetar, konsiderohet që ka me qenë një numër i mjaftueshëm, po kjo le të mbetet të shihet të premten, kur bashkohen krejt njerëzit që kishin dashur me protestu kundër shtrejtimit të rrymës. A keni planifikim se sa do zgjatet protesta? Protesta do zgjahet prej orës 13 deri në orën 15.